Për të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen, kam kënaqësinë të njoftoj që festivali i Kishës Zoja Pajtore në edicionin e tij të 22 ju fton të gjithëve për të testuar pakëqeshje shqipërie. Kë nuk ka marrë malli për Shqipërinë, për muzikë shqiptare, për kulturën tonë, traditën, gjuhën, zakonet tona. Ju ftojmë në 3 net fantastike të magjishme me një program të pasur kulturor. Festivali i Kishës Zoja Pajtore çel sipari në sezonin e tij të 22 duke premtuar për të gjithë publikun e komunitetit shqiptar këtu në Michigan 3 net të magjishme, të mbushura me këngë, valle, muzikë, ushqim tradicional shqiptar për të sjellë një copës Shqipërie këtu në mes të Amerikës. Në ka një gjë që ne shqiptarët krenohemi, është se nga dita në ditë, nga viti në vit, nga brezi në brez, po dim të ruajmë kulturën, traditat, historinë tonë, etnografinë tonë, kulinarinë tonë dhe për t'i përcjell ato brez pas brezi. Kam kënaqësinë që në datat 5, 6 edhe 7 shtator t'ju ftoj këtu në Kishën Zoja Pajtore në Southfield. Çdo vit ne kemi parë festivale të mbushura plot me shqiptar, por këtë vit ju premtojmë surpriza të jashtëzakonshme, të ftuar special artistë të rinj që do ngjiten në skenën e festivalit të Kishës Zoja Pajtore. Për të gjithë bizneset e vogla shqiptare dhe jo vetëm, nëse jeni të interesuar të reklamoni biznesin tuaj, ju ftoj të kontaktoni organizatorët e festivalit. Për ty shqiptar, nëse të ka marrë malli për Shqipërinë, për atë copëzën e vogël të Shqipërisë që ke lënë atje përtej oqeanit, është mundësia jote për ta shijuar në maksimum, për të kthyer kujtime, për të shijuar muzikën, traditën, kulturën, për gjithçka të bukur që kemi ne si shqiptar. E jani, ju mirëpresim dhe të kalojmë 3 net të paharuara bashkë. Faqe qier, lëshlëshuar, shpirt edhe zemër përvaluar, gjysmë e vdekur. O shqiptar, nënës mos ja bëni varë. Mbahu nën, mos ki frikë, se ke djemt në Amerikë.